Të nderuar kolegë deputet, shërbimi i jashtëm duhet parë si pasqyra e shtetit dhe jo e partisë dhe e pushtetit. Diplomacia nuk përvetësohet dhe nuk bazohet tek nihilizmi apo shpërfillja, sidomos nga ata cilët nuk e njohin as historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe as lëvizjet diplomatike të momenteve kyçe të historisë sonë kombëtare, siç ka qenë antarësimi i Shqipërisë në NATO, antarësimi në OSBE, marrëveshja e stabilizimit asociimit, liberalizimi i vizave, diplomacia kombëtare në ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës për të bashkuar kombin shqiptar, diplomacia e sigurisë dhe energjisë për sa i përket investimeve në TAP dhe miratimit të këtij korridori shumë të rëndësishëm, jo vetëm energjetik, por dhe të sigurisë. Ne sot duhet ta bëjmë debatin për ligjin për shërbimin e jashtëm jo si një debat teknik administrativ, por si një debat shtetëror, i cili ka të bëjë me seriozitetin e Republikës Shqipërisë. Ne nuk po diskutojmë thjesht një strukturë administrative, por diskutojmë mënyrën se si Shqipëria projekton veten si vend antar i NATO-s dhe si vend kandidat i Bashkimit Evropian. Ky është një debat për besueshmërinë tonë si shtet, me partnerët tanë edhe me të ardhmen tonë. Në NATO, besueshmëria ndërtohet mbi vazhdimsi institucionale, profesionalizëm dhe stabilitet në këtë aleancë shumë të rëndësishme politiko-ushtarake të sigurisë, e cila i ka dhënë Shqipërisë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm që s'e ka pasur asnjëherë më parë. Por kjo fillon nga funksionimi ynë si shtet, i cili për fatin e keq sot ka bërë atë që nuk duhet ndodhë, njësimin e shtetit me partinë pushtet, nuk ka zgjedhje lira dhe ndershme, krimi organizuar dhe korrupsioni dominojnë ekonominë e shtetit dhe zgjedhjet, nuk jemi një republikë parlamentare kushtetuese, por një republikë kryeministrore. Ka të bëjë edhe me rolin tonë në rajon, si vend antar i NATO-s. Dhe për këtë mjafton të lexojmë me vëmendje më të madhe National Defense Authorization Act që u miratua nga presidenti Trump, i cili kërkon frenimin e rolit negativ të Rusisë dhe të Kinës në rajonin e Ballkanit, mosndryshimin e kufive dhe mbi të gjitha lufta kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Le të bijmë dakord, të gjithë bashkë, se Ballkani i hapur ka qenë dhe ngelet iniciativa e cila vinte ndesh me interesat tona kombëtare si shqiptar, e cila forconte rolin e Serbisë në rajon dhe fuqizimin e rolit të Kinës dhe të Rusisë dhe jo të NATO-s, duke u kthyer në kërcënim real për sigurinë tonë kombëtare. Në Bashkimin Evropian, kapitujt e negociatave nuk maten vetëm me ligje apo hapje kapitujsh, por kapacitetin ton real të administratës për të absorbuar të gjithë politikat e Bashkimit Evropian, vullnetin për të zbatuar ato në mënyrë të depolitizuar dhe të qëndrueshme, jo vetëm një partie, por të një klase politike në qëndrim të përbashkët. Shërbimi i jashtëm është një instrument kryesor i këtij besimi. Nuk është patriotizëm folklorik, por seriozitet për trajtuar në vazhdimsi interesat tona kombëtare si vend dhe si kombë. Një vend antar i NATO-s duhet demonstrojë ndarje të qartë midis drejtimit politik dhe administrimit profesional. Një vend kandidat për Bashkimin Evropian duhet tregojë se administrata publike është e mbrojtur nga ndërhyrjet arbitrare dhe politizimi, nuk mund të jetë pre e patronazhistëve dhe të partisë në pushtet. Këto nuk janë kërkesa abstrakte, janë standarde euroatlantike. Por cila është gjendja e shërbimit diplomatik, shërbimit jashtëm sot? Rreth 60% e titullarëve të përfaqësive diplomatike janë jashtë sistemit karrierës. Rreth 25% e emëruarve në përfaqësi janë pashtu jashtë sistemit karrierës. Janë krijuar kategori të panjohura nga praktika klasike diplomatike, ambasador ad hoc, koordinator special me status diplomatik, që devijojnë nga fryma e konventës së Vienës të vitit 1961. Dhe kjo nuk mund të jetë reformë. Kjo është një zhvendosje nga profesionalizmi drejt kontrollit politik të diplomacisë dhe pasqyrës shtetit. Projekti i propozuar shkon akoma më tej. Ai përqendron kompetenca të gjëra në duart e ministrit, në çështje që nuk janë çështje drejtimit politik, por administrim karriere dhe respektim gradash sipas ligjit. Janë 3 institucione, nderuar kolegë deputet: Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, Ministria e Jashtme dhe trupi diplomatik, të cilët kanë një ligj të veçantë për karrierën dhe për gradat. Sepse të 3 këto trupa, Forcat e Armatosura, Policia e Shtetit
dhe trupi diplomatik janë në shërbim të shtetit dhe të sigurisë kombëtare. Reduktimi i rolit përfaqësuesve të lartë, siç është sekretari i përgjithshëm, si garanti i vazhdimësisë administrative dobëson sistemin e karrierës dhe vendos atë në ndikimin e drejt për drejt politik. Kjo nuk e forcon shtetin, por e dobëson atë. Një tjetër shqetësim serioz është cënimi i sigurisë të diplomatëve tanë. Testimi i përgjithshëm brenda 12 muajve i diplomatëve me 15, 20 apo 30 vite përvojë ngre pikpyetje thelbësore. Kush i teston ata? Ata që kanë më pak përvojë do të marrin pyetje ata që kanë përvojën diplomatike? Me çfarë kriterësh bëhet ky testim? Çfarë garancish